Ju njohim me shtypin e ditës e hënë 23 qershor, në faqen e parë të gazetës Telegrafi do të lexoni: gjyqtarët që kaluan vettingun po bëjnë korrupsion masiv. Ervin Karamuço, eksperti kriminalistikës, ka ngritur alarmin për një krizë të thellë besimi në drejtësi dhe se 97-98% e qytetarëve vuajnë ende simptomat e rënda që nuk i zgjidhi dot reforma në drejtësi. Ai paralajmëron se kalimi i vettingut po keq interpretohet si një formë imuniteti nga disa zyrtarë magjistrat që po kalbin sistemin. Edi Rama prezantoi skuadrën fituese të qarkut Vlorë në zgjedhjet e 11 majit. Kryeministri Edi Rama në zgjedhjet e 11 majit për Shqipërinë 2030 në BE, Partia Socialiste në qarkun e Vlorës mori 9 deputet, 6 prej të cilëve bëhen pjesë për herë të parë e kuvendit. Centralet bërthamore, orë pas orë me sulmin, triumfi, SBA-s shkatërrojnë bunkierët iranian ku përgatiteshin bomba atomike. Rama Berisha, Shqipëria mbështet vendimin e Trump për të parandaluar regjimin e Teheranit që të pajiset me armë bërthamore. AKU në gjumë letargjik, frutat me kimikate në tregun e Tiranës po helmojnë qytetarët, analizat e shelqirit dhe domatës zbulojnë nivelet e larta nitrati. Eksperti, fermerët po falimentojnë, subvencionet i marrin vetëm ata me tester partie, AKU lejoi të tregtoheshin ëmbëlsira toksike. 835 kg gjurues nga Turqia u shit në pasticëri. Aktualitet, raporti delegacionit të Këshillit Evropian, administrata u përdor në fushat elektorale, pati presion dhe blerje votash. SBA akuzat për lobimin me Trump, Sayes e Soros. Këto ishin disa nga titujt kryesor të gazetës Telegrafi. Në brendësi gjeni më të zgjeruar. Eci mëtej me një tjetër gazetë. Dita çelet me kryeartikullin, detaje dhe analizë SBA Iran, analiza ushtarake, ekonomike dhe shoqërore, një ngjarje me potencial për pasoja të mëdha gjeopolitike dhe njerëzore, cila do të jetë vala ndikimeve për vende të vogla si Shqipëria. Në rrethanat e sotme, vendi ka nevojë për rritje të mbikëqyrjes së grupeve fetare ose individëve të radikalizuar, si dhe për një debat publik për pozicionin e Shqipërisë si vendi i vogël në një përballje të madhe. Çfarë ndodh nëse kriza zgjatet dhe përshkallëzohet? Në Washington, Berishës ja kanë fshirë emrin pavarësisht përpjekjeve të zotit Nesho. E nëse të fshinë emrin, ata mund të punojnë edhe me Ramaduron dhe me Talebanët dhe me ISIS, por jo me ty, kështu që urime zotit Nesho për termi pikante Ramaduro, urime dhe Ramës që ka lindur me këmish. Geopolitik, syt nga Moska, sulmet amerikane mbi Iran, një godit apo mundësi për Putinin. Këto ishin disa nga titujt kryesor në faqen e parë të gazetës Dita. Këto e të tjerë artikuj i gjeni në brendësi të gazetës dhe kështu e mbyllim leximin e shtypit për ditën e sotme.